Kam ardhur në Kosovë me 4 janar 2018, ka qenë një ftohtë i papa. E mbaj mend edhe S'po bën ftohtë më. shkojmë e bëjmë stërvitje diku fush Kosovë, ka qenë një fush e vogël, futbollit vogël ka qenë. Edhe për 4 minuta, mas 4 minutash kam ndërprer stërvitje. I bëra një ushtrim, po se mendoja që futbolli ishte ndryshe. Po. Edhe kam pas në atë orë atë ekip, përshia ka qenë shumë e fortë kur kam ardhur. Ka qenë Dallku kapiten, Curri, Jonuzi, ka qenë një lojtar Malazes Bozhović, super lojtar. Po, me Sushori. Me Sushori, kam pas Koronica, Arago. Arago vjen mbrapa. Vjen një vit më përpara. Më mbrapa, në atë kohë. Argjent Mustafa me Sfur. Jo, ai vjen më mbrapa. Po më e bukur është se unë prezencën e parë me Prishtinën dhe Kosovën, e kam pasur një loste Josa kishte marrë ekipin. Josa ka marrë ekipin nëntor dhjetor, diçka e tillë. Edhe më thret thot hajde. Po. Edhe ishte hera parë që vjen në Kosovë, është më e bukur edhe kjo. Mezi gjeta stadiumin e Drenasit. Dhe në atë kohë më kujtohet Fatos Hoxha ka qenë sekretar me Avni Durmishin. Edhe shikojmë lojën nga lart. Edhe kur e shikoj lojën, Josa më kërkon raport. S'po ju tregoj çka kam shkruar në atë raport, se e dini gjithë se mbas janarit është kthyer gjithë loja.